Historia Deni Xhepës, flamurtarit të Shqipërisë në lojra dimrore 30 vite më parë, babai erdhi në Itali me një anije. Ka një mundësi që të më takoj sërish mua, thoshte Deni Xhepa vetëm të mërkurën. Shpresa u bë realitet dje. Skiatori 22 vjeçar i lindur në Pinerolo nga prindër shqiptar dhe i rritur në Sestriere ishte sërish flamurtari i Shqipërisë. Në lojrat olimpike Milano Cortina 2026 ai përsëriti përvojën e Pekinit 2022, kur sapo kishte mbushur 18 vjeç dhe ishte sportisti vetëm i Shqipërisë në ceremoninë hapse në një stadium të heshtur dhe të izoluar për shkak të Covidit. Ishte diçka e paharrueshme edhe pse gjithçka ishte zbehur. Këtë herë do të jetë ndryshe, më e lirë, më reale. Fillimisht mendoja se do të parakaloja në San Siro, ku për ironi nuk kam qenë kurrë. Në vend të kësaj do të jem flamurtar në ceremoninë e hapjes, si do të mbahet në Livigno. Ti përjetoj sërish emocionet e lojrave, këtë herë shumë afër shtëpisë time. Do të jetë fantastike, një çmenduri shprehur ai. 4 vite më pas, nuk ka ndryshuar vetëm skena, por edhe vetë Deni. Sot i përballoj olimpiadat me një vetdije tjetër. Në Pekin më dukej një garë si të gjithë të tjerat. Starti është po ai, bora e bardhë, portat blu dhe të kuqe, por tani e kuptoj vërtet çfarë do të thotë të përfaqësosh një vend me cilin ke lidhje gjaku, shprehet ai. Në vitin 2022 u renditi 28 në slalomi special olimpik. Tani vjen me më shumë përvojë, më shumë stabilitet dhe një ndjesi se ka hyrë në fazën e pjekurisë sportive. Xhepa do të marrë pjesë si në garën e slalomit gjigant në 14 shkurt, ashtu edhe në slalomi special në 16 shkurt. Ambicjet mbeten të maturuara. Kur argëtohem, rezultatet vijnë gjithmonë. Nuk i kam vënë vetes një objektiv të saktë. Dua të jap maksimumin dhe të krahasohem me ata që fitojnë në Kupën e Botës, shprehet ai. Këtë herë Shqipëria nuk do të ketë vetëm një përfaqësim të vetëm. Në ekip është edhe Lara Kulturi që vjen nga Val di Suasi Deni dhe gjithashtu flamurtare, vajza ish kampiones olimpike italiane Daniela Ceccarelli do të parakaloj me flamurin kuqezi në Cortina d'Ampezzo. Shpresoj vërtet që Lara të fitoj medaljen e paralimpike dimërore për vendin ton. Ka treguar se mund të jetë mes më të mirave. Vjen nga një periudhë vështirë fizike, por nëse gjen forcën mund të bëjë shumë mirë, thot Deni. Ai dhe Lara jetojnë pak kilometra larg njëri tjetrit mes Cezanas dhe Sestrieres, por ndjekin programe të ndryshme. Është e drejtë që secili të ndjek kalendarin e vet. Në dy kullat simbol të Sestieres ka një komunitet të konsiderueshëm shqiptarësh. Babai im erdhi në Itali 30 vite më parë me një anije, pak vite pas barkimeve masive në portin e Barit. Disa familje sfundmi janë larguar nga Sestiere për të jetuar diku tjetër, disa në Pinerolo, por në Kole nuk jemi pak, shprehet ai. Një koincidencë ose shenjë fati, në flamurin shqiptar ka një shqiponjë ashtu si në stemën e ski klub Sestiere ku Deni është rritur. Ky paralelizëm është pothuajse surreal. Deni e ka mësuar shqipe në shtëpi, ndërsa me vllajin Sildi flet italisht. Sildi sot drejton barin e shkollës së skive dhe është pikë reference edhe gjatë stërvitjeve. Babai Hajredini punon si artizan ndërtimi dhe me shumë gjasa ishin në tribuna bashkë me maman Silvana, ish guzhinjere sot kujdestare për të ndjekur lojrat. Nëse do të kthehej përballë atij djaloshit të liceut sportiv të Oulsit që ndëronte Pekinin, Xhepa nuk do të kishte dyshime. Do t'i thosha të vazhdoj të besoj, jemi vetëm në fillim. Po vinë olimpiadat e mia të dyta, por nuk duhet të rehatohemi kur mbi sukseset, thot ai. Deni është një djalë i veçantë, si slamoni që dashuron, edhe historia e tij kthes pas kthese vazhdon të befasoj, shkruan Corriere della Sera.